që nga mbrëmja e djeshme në qytetin e Shkupit ka nisur zbatimi i rregullit të ri që ndalon hedhjen e mbeturinave në hapësirat publike nga ora 22 deri në orën 6 të mëngjesit. Sipas paralajmërimeve të autoriteteve, inspektorët e qytetit do të jenë në teren edhe pas mesnate për t'i kapur në vepër të gjithë ata që shkelin këtë ndalesë. Qytetarët anketuar nga Gazeta Lajm dhe Lajm TV mirëpresin këtë vendim. Sipas tyre, masat e reja mund të ndikojnë në ndërgjegjësimin e përgjithshëm dhe në krijimin e një kulture më të lartë përgjegjësie ndaj mjedisit. Që të thëmë i motër, s'ka pasërtibe këto, s'ka pasërti, gjaba e kemi pëse bëjmë pasërti, s'ka pasërti, qire. Që aja është, s'ka tjetër kur një sen. Si ju duket vendim? Nëse rregullohet diçka, bëhet mirë, nëse të rregullohet zoti ja e. Ja mendoni se është pastruar mbeturita? Po mendoj që po edhe jo, që kjo është. Shumicën e lagjeve po, ama shumicën edhe jo. Që aja është. Shumë e mira, shumë ide e mira kjo. Për arsye se ka do po mbeturinat e gjojnë. Që aja është probleme. S'ka të thëmë, tash kanë fillu pak mas djedhre dhe që ka banë pak. Përse në përgjithësi, bartë dhe pelaqeve kanë. Dënime do të ketë për ato që në pas mesnatës u dhe mbeturina. Si mendoni për këtë vendim? A është mi që të ketë gjoba? Po i duhet të ketë gjoba, duhet vetëson vetë pople, vetësi më shumë ma më rasi po. Do shta me kohë të vetëson vetë të arrujmë ambientin vetë. Se pak mungon edhe vetësime se njës, se di kjo. Unë për vetë jam rritë qytet, unë jam njeri qarshis, një letër të volë me pas e ma gjep tek për ta që edhe një vetë përstash me mujtë me ullë. Mirë po, të është e pas, pak ka ndryshur gjanat njës pak kujdeshëm. E keni pas se ka qenë do me thonë në përfoto? E di, katastrofë. E shofë që nuk ka, ajo pastru plot, krejtësisht ajo nuk e di. Shumë i mirë. Zëtëm natën ma tepër i hudhin rrugës, i lonë, ajo një gjë shumë e mirë. Mendon se do të vetëdisojnë njerëzit? Po duhet. Se na krejtë të imi, po e mrapa se krimë. Kjo smuje, kjo virus nuk pastrohet se kultura njerëzore është nivelen e ullët. Dhe më thanje, do të shkoja kohë gjatë. Përgjigja kja nga unë mendimi jenë. Edhe pse do të ketë dënime, mendon se prap njerëzit nuk do... Absolute nuk jam i sigurt në. Na kulturën e kena dobët. Vetë pople e ka kulturën. E ka vendin ku ta gjuja e gjunë kudo. Nuk është interesi i gjallë. Gjoba për qytetarët do t'jetë 50 euro, ndërsa për personat juridik do të varion nga 1.300 deri në 1.800 euro. Nga ndërmarrja publike higjiena komunale, thonë se masa është krejtësisht orientuar ndaj subjekteve juridike, të cilat, siç theksojnë, më shpesh i deponojnë mbeturinat në mënyrë të parregull dhe në orët e vonshme.